Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi në emisionin e ditës së martë sot. Do ta bëjmë një bisedë me gjuhëtarin linguistin Albert Nikolla, të mirënjohurin tashmë ju e njihni sepse ka disa kohë që ne jemi bashkë këtu çdo të në përgjithësi dhe ka njerëz që e kanë pritur ditën e hënë, por për një arsye personale tonën nuk mundëm ta bënim dot dje intervistën dhe jemi sot ditën e martë në datën 30 dhjetor. Në prag të vitit të ri janë 2 ditë të fundit sot dhe nesër ku dielli fillon dhe qëndron në hemisferën e jugut që e quajnë këta që mendojnë që toka është sferike ose kanë këto ide të kopernikiane, kurse të tjerët që mendojnë se toka është e sheshtë, mendojnë se dielli në mbi pjatën e tokës ka arritur në njërin krah që bën lëvizjet më të vogla, duke u larguar nga pjesa mbi diametrin që kalon në qendrën e tokës, që quhet veri, dhe nga pjesa e poshtme gjysmërrethit, domethënë duke bërë vetëm gjysmërrethin e poshtëm rrotullim e dielli, fillon të ngjitet lart duke lënë hemisferën e jugut dhe duke kaluar atë në dimër në kohën që ne jemi në pikun e verës, në gjysma sipër e rrethit që është diametri që kalon në qendrën e rrethit dhe afrohet afër qendrës të tokës. Pra, sot, si që thash, jemi me Albert Nikollën, para se të fillojmë emisionin, dëshiroj të kujtoj dhe njerë të gjithë atyre që janë miqtë e emisionit, e podcastit tonë dhe të emisionit special që ne bëjmë me Albertin për gjuhësinë, të bëjnë një klikim aty ku thot subscribe, që të bëjnë abonentët të kanalit tonë dhe të marrin atë notificationin sa herë që ne edhim një emision. Dhe videove duhet t'ju bëjnë një like në qoftë se ata i pëlqejnë dhe gjithashtu dëshiroj të falenderoj sponsorët e emisionit tonë, të cilët afrojnë malla dhe shërbime shumë speciale dhe janë të përzgjedhur midis shumë të tjerëve që ne na kanë ofruar dhe të dhënat e tyre për të komunikuar dhe llojin kryesor të shërbimit e keni në ekspozimin që do t'i bëjmë në me shirita vazhdimisht këtu gjatë emisionit në fund të ekranit. Në Albert, mirëmbrëma dhe mirë se më ke riardhur këtu në emisionin e podcastit ton Okult. Në qënë se jemi në prag të festave të vitit të ri, Albert, unë mendova, ja u thash dhe juve pak, që ta relaksojmë pak bisedën, do të flasim në fund një çike edhe në lidhje me çështjet problemet e gjuhësisë, të akademisë, shkencave dhe të gjuhësisë, që janë këto institucionet shtetërore që janë në mbrojtje të vlerave të gjuhës shqipe, që duhet të jenë në fakt. Unë dëshironja të sqaronja se pak biografinë tuaj, Albert, si që u thash, të flasim kështu të thjesht, sikur bisedojmë të dy bashkë me njëri tjetrin në një tavolinë në lokal ose në një zyrë, dhe ka shumë njerëz që janë kuriozë dhe thonë, çfarë biografie ka Alberti, disa më thonë ka lindur atje në Belgjikë që flet kaq mirë gjuhën shqipe, si ka mundësi, dhe unë nuk mund t'ju kthej dot të gjithëve përgjigje që më shkruajnë dhe mendova që këtë përgjigje t'ja u jap në qoftë se edhe ju s'keni kundërshtim, të flasim diçka mbi jetën tuaj, Albert, dhe nëpërmjet episodeve që ne mund të tregojmë, sidomos mbas viteve 90, kur ne kemi mbaruar shkollën e fakultetin e minierave të dy bashk, në vitet 93, 94, 95, dhe t'ju tregojmë një çik edhe çfarë ka ndodhur nëpërmjet jetës tonë, t'ju tregojmë dhe jetën e prindërve, të baballarëve këtyre brezit të ri, ose t'ju rikujtojmë moshës tonë ngjarjet që kanë ndodhur në atë kohë. Albert, pasi mbaruat studimet në universitet, në fakultetin minierave keni mbaruar? Jo, në fakultetin Gjule Dërsi. Kam filluar minjera, por në vitin e parë, pas vitit të parë, unë kalove në Gjule Dërsi dhe ju futa fakultetin Gjule Dërsi. Po,
se më pa të thënë njerë që kemi qenë aty në konvikti bashkë. Kemi filluar, kam dhënë një vit bile edhe gjatë kohës që kam qenë student i letërsisë, nga që ishin shumë pak djemë në fakultetin e gjuhëletërsisë, kam dhenjur me student minjerave në dhomë, do më thënë ndanim dhomën e studentëve me urithë. Unë isha i vetëm, do më thënë në dhomë, sepse dy të tjerët ishin njëri ishte në gjeologji pasurimi dhe tjetër në gjeologji minjera. Po janë vitet bukura, nuk është se ka pas një ndarje, sepse fakulteti i gjeologjisë quhej BFU, baza e furnizimit fakultetit filologjik, se tek ne kishe vajza dhe inxhinierët. Edhe uritha trini gjithë ditën aty. Nga ne, do më thënë. Po, ashtu si dhe unë që. Në mënyrë, pikë së pari njerë gjej rastin ti përshëndes gjithë shikuesit e podcastit tuaj që janë shumë edhe që nga njëherë më telefonojnë dhe në orë pune ose më shkruajnë mesazhe. Faleminderit për respektin, tregojnë që podcasti juaj është shumë i ndjekur. Sa i takon biografisë time profesionale, unë fillimisht... Si ke filluar mbas shkollës atë ku je punësuar, ku ke punuar, ku ke dhe... Po, fillimisht ke filluar me Dita Informacion, ka qenë një gazetë e Nazarko. Shpëtim Nazarkos, ai edhe mentori ishte janë kolonjarët e mi, kam edhe një lidhje me ta. Shpëtimi pak më autoritar, mblodhen disa student talentuar dhe mes këtyre, me qenë se kishe miqësi me Gjevon, i tha Gjevo Spahiu që është një djalë shumë i talentuar. Poeti i madh. Poeti i famshëm, i tha është një djalë i talentuar, merret atë e gazeta. Dhe aty na morën ne në si lloj prove, do më thënë na paguanin me honorare, jo me rroga, dhe aty ishte momenti që unë fillova të ingranohem në gazetari, sigurisht kisha botuar fillimisht mendimin e Remzi Lanit edhe të Sami Milloshit, disa artikuj në gazetën Zëri i Rinis në atë kohë, që nuk ishte mbyll akoma, edhe aty kisha bërë sprovat e para dhe artikujt ishin përshkruar atëherë. Remziu ka mbajtur pseudonimin Holta, më duket në nuk ne ishim student në kohë të qoftë të largut. Po e ka vazhduar dhe tash është aktiv, kështu shkruan vazhdimisht çfarë ndodh në Shqipëri, u jep atyre ande. Sidomos për mua shkruante shumë kështu gjatë kohës që unë dilja kundër pandemisë, ka një efekt kështu edhe shkruante me mbiemër më duket me vajzën e këtij Bardyl Londos, e kishte atje në OIF, kështu më thanë, një me mbiemër Londo, më thanë është vajzë e Bardylit që e kam pasur mik, çfarë s'kan shkruar për mua në këto organizatat e Sorosit. Konspiracionistë, po turbullon mendjet e njerëzve kështu. Sa për kështu se ma kujtove zhaj me vetuat bashkuara kështu që i do vetuat. Të them të drejtën, nuk kam qenë njeri shumë i pastër, edhe nuk jam futur në thellësi, në atë kohë ishim student dhe nuk mendonim merrim ato honorare, kishim nevojë për ato vjetrit ka shumë këllira që kanë qenë shumë gjëra i kam marrë vesh më vonë, por spiononin ke sigurimi i shtetit kanë qenë fundërinat e kombit. Por ky që Sami Milloshi ka qenë njeri shumë pozitiv. Sami nuk e njoh. Sami Milloshi ishte nga jo, e njoh kështu si me origjinë, po e rritur në Tiranë, po nuk e njoh personalisht. Partisë Demokratike dhe nëpërmjet Samiut kam njohur Remziun dhe me mua janë treguar korrekt. Më pas Remziziun thoj. Po, kur ne punuam si korrespondent kështu me honoraret e gazeta Dita, që duhet të them më ka rastis punoj në 2 periudha të kohë, aty Ilirian Zhupa, që ishte një poet i njohur në atë kohë, më tha që nuk po arrim të bëjmë dot një intervistë me Haxhilleshin, ish presidentin, dhe i thash që këtë intervistën mund ta realizoj unë, edhe sepse gjyshi im gjatë luftës i kishte shpëtuar jetën Haxhilleshit, edhe isha i vetmi person që mund të mpriste Haxhilleshin në audiencë, nuk e kishte harruar mirësinë e gjyshit. Edhe shkova dhe i realizova një intervistë Haxhilleshit
për ku Haxhileshi e drejtoi intervistën kryesisht gjithë intervista ishte viti 1993-shin. Po kishte kurreshti atëherë, çfarë do theshin Po, këta kishte kurreshti të madh dhe ky kishte ndenjur ish bolshevikët për regjimin e ri që ish vendosur në atë kohë. Ky Haxhileshi kishte nejtur si në heshtje të plot, domethënë edhe ishte surprizë e madhe, unë realizova një intervistë. Drejtonte me dorë të hekur në atë kohë Sali Berisha si president, ishte shumë autoritar, ishte njeriu më i fuqishëm i kohës. Ky Berisha që kemi parë më 2005-2013 ishte më i kamufluar, pavarësisht edhe në këtë moment ka qenë shumë i fuqishëm, po e fshinte pak fuqinë dhe qeverisja dukeshte si republikë parlamentare, po në fakt ishte republikë kryeministrore, po jo kaq kryeministrore sa që ka Ja, do t'i shpjegoj gjatë do t'i tregoj gjatë ishte një moment që atje. Po, Haxhileshi domethënë e quante Sali Berishën krye tradhtar në atë intervistë. Edhe si ish komunist që kishte trajtuar idealet. Po, ndodhi një përplasje mes Ilirian Zhupës edhe vëllezërve Nazarko. Iliriani u largua, ishte kryeredaktori i gazetës dhe menjëherë pas saj ai krijoi gazetën Populli dhe nxorri gazetën Populli. Në fakt unë nuk punova asnjë ditë në gazetën Populli, por në momentin që ky dështoi në gazetë, sepse nuk po jeste gazeta, nuk shitej, ky kishte ruajtur intervistën e pabotuar të Haxhileshit dhe e botoi në mënyrë të befasishme, pa më sinjalizuar mua, dhe gazeta u shit me një numër shumë të madh, shkoi deri në 150.000 kopje, sipas informacioneve që kisha. Njerëzit turreshin ta blenin atë gazetë dhe ishte viti 1994, domethënë e botoi mas një viti, pa lejen time, sepse unë do ta kisha refuzuar në mënyrë absolute. Botoja një intervistë të cilën e kisha planifikuar ta botoja te gazeta Dita, po që po dilte te gazeta, nuk do e lejoja dilte në gazetën Populli, dhe vetëm pasi intervista u botua, ky më thirri në lidhjen e shkrimtare dhe më tha që kishte akorduar një shumë të madhe parash për intervistën. Sigurisht unë i refuzova ato para, i thash që jam student dhe nuk kam kohë ta ndjek nga ana gjyqësore, por ky veprim më cënon shumë sepse vën në rrezik jetën time, sepse në atë kohë sigurimi i shtetit kryente punën e vet, shiku. Dhe në fakt nuk e ke nxjerrë emrin tënd atje, intervistoi? Po, me emër, me të gjithë, Albert Nikolla, njërin e tjetrën, por në fakt nuk është se pata ndonjë problem me shikun, domethënë si duket, ata e dinin që isha student, e dishin, nosha kishin përgjuhë dhe bisedën time që pata me Ilirian Zhupën dhe nuk ndodhi gjë. Por hakmarrja erdhi në momentin e temës diplomës. Në atë kohë ishim në vitin e 4 dhe po përgatisnim atë fundin e studimeve dhe do mbroj tema diplomës. Unë do mbroja temën e diplomës fakt me përçështje gjyqësore, por në 6 muaj para se të mbroj tema diplomës, ky Aurel Plasari, që ishte zëvendës dekani i fakultetit, erdhi dhe më tha që temën e diplomës do ta udhëheq unë. I thash unë që profesor, po unë sikur kisha planifikuar Kastriot Gjikën, ishte një profesor i ri nga Vlora, që sapo ishte vendosur, dhe nga që ishte shumë afër moshës, edhe nga që bisedonim dhe ishte njëri shumë i mirë, ishte shumë i thjesht, pëlqeja ta bëja me Kastriot Gjikën, por jo, tha, temën tënde diplomës do ta mbroj unë për shkak nivelit tënd. Edhe unë atëherë thash dakord, profesor, ishte zëvendës rektori i universitetit, dhe u përcaktua edhe tema diplomës do t'ishte me Migjenin, rreth poezisë Migjenit, gjuhës, aplikimit të
gjuhës stilistike në poezinë e Migjenit dhe si mund shikoj Migjenin ndryshe, jo Migjeni siç e jepte regjimi komunist, po siç mund shikoj realisht me këto rrymat perëndimore Migjeni. Migjeni është një Franz Kafka shqiptar, domethënë mjeshtër i parabolave, një shkrimtar jashtëzakonisht i talentuar dhe depërtues që ka shkruar si në prozë dhe në poezi në mënyrë mjeshtërore. Mendoj dhe unë si ju, por unë them që është nga shkrimtarët më të dhënj. Studimet e mia kanë nxjerrë që dhe Migjeni ka pasur ka imituar një shkrimtar tjetër në fakt. Dhe 4 ditë para se të mbroja temën e diplomës me 4 korrik, me datën 1 korrik në mënyrë të befasishme, Aurel Plasari më komunikoi një fakt që ai nuk do të ishte më udhëheqësi im i temës diplomës dhe që unë duhet humbja shkollën për shkak sepse ai nuk merrte përsipër të mbronte temën time të diplomës. Pra ishte diçka e planifikuar dhe në atë moment unë kuptova që ajo intervistë që kisha bërë unë po më kushtonte shumë shtrejt tek tema e diplomës, sepse Aureli nuk i di lidhjet që kishte Aureli me klane të ndryshme shtetërore. Stek e vjetër është dhe Aureli, stek e vjetër është. Dhe unë aty kuptova që Aureli ishte stek e vjetër, por fakti që ai më braktisi 4 ditë para dhe tentoi të më diqte temën e diplomës ishte shumë kuptim plot. Për fat të mirë, gjatë gjithë kohës 6 mujore unë nuk i kisha shkëputur lidhjet me profesorin Kastriot Gjika dhe ne gjithë temën e diplomës e kisha konsultuar edhe me profesorin Kastriot Gjika, edhe në momentet fundit do t'ishte poeti i madh dhe i jashtëzakonshëm Koçi Petriti, i cili ndërhyri dhe tha jo, ky djali është shumë i talentuar dhe ne nuk do ta lejojmë që të humbi temën e diplomës. Me mua ishte edhe zëvendës rektori tjetër, Rinushi Drizi, që ishte ishi persekutuar politik. Rinushi ka qenë tek balli kombëtar me aty kam qenë me ta. Edhe Rinushi bashkë me Koçi Petriti. Është themeluesi ballit kombëtar mbas viteve 90-91, që në momentet e para kemi qenë bashkë, unë kam qenë themeluesi Partisë Demokratike, shumë aktiv në ato ngjarjet e para, por pasaj u shkëputa sepse miku im në Korçë ishte një nga liderët e ballit për zonën e Korçës, Xhevdet Kapshtica, i dënuar politik me shumë vite, më rekomandoi që të largohesha nga Partia Demokratike, kur pa që aty në krye dolën Sali Berisha, Gramos Pashko, e këta tjerët që ishin pinjoll dhe të caktuar nga komunizmi dhe më tha që aty karriera jote mund të jetë mund të dështoj, po mund të jetë dhe tragjike. Prandaj largohu që aty dhe shiko mos krijoni ballin kombëtar dhe me Rinushi Drizin, me Hysén Selfon, dhe me një grup tjetër me Xhevdet Libohovën, me Aleko Gjergon, me Din Zajmin dhe një grup tjetër njerëzish, ne krijuam ballin kombëtar në vitet 91 dhe Rinushi ka qenë shumë aktiv dhe lojti rolin e sekretarit përgjithshëm në fillim, kurse për poetin tjetër Koçi Petriti kam shumë respekt sepse e kam njohur në marrëdhëniet njerëzore, por edhe atij ka dalë një oll në biografi se duhet të jemi nuk besoj për profesor Rinushi sepse Rinushi, thashë Koçi Petriti. Jo Rinushi, deri tash fola për Rinushin. Koçi ka një oll në biografi gjatë regjimit komunist. Që i sulmuar dhe që i dërguar në nuk u mbajt në Tiranë me gjithë nivelin e lartë që kishte. Unë kam pasur dhe atë mik dhe ishte një njeri solar, ishte një poet shumë i madh, por më besoj që ka pasur një kleçk të vogël. Nëse unë kam kujtimet më të bukura për profesorin, për dekanin e fakultetit, e kishin. Nëse ata ndërhyn dhe për fat të mirë
në komisionin prej 10 vetash të temës diplomës, që ishin profesorat me emër, unë mora 9/10 dhe mora një 2, të cilën e vendosi Aurel Plasari, dhe do më thënë u diskutua mes 9-s dhe 10-s, megjithëse Aureli nuk vuri 4, por vuri 2. Shiko, unë Berto, edhe një gjë, se do bëjmë nga pak biografi dhe ti dhe unë në këtë bisedë, jemi bashkë bisedues, pavarësisht se unë drejtoj dhe pyetjet, po Aurel Plasari ka marrë pjesë në rivarimin e eshtrave të Mithat Frashit të sjella nga Amerika, nga New Yorku, dhe është e çuditshme se unë isha iniciatori pranë kryeministrit Rama që këto eshtrat të ktheshin, dhe ai më tha jam shumë dakord, dhe është një nga gjërat që unë e falenderoj kryeministrin Rama, sepse për shumë gjërat tjera sigurisht jam kritik, nuk dua që për çdo gjë ta paragjykoj si kryeministër dhe të flas për çdo gjë keq, edhe atëherë kur ka bërë mirë. Dhe është një veprim i tij i shkëlqyer që duke qenë në krye të këtyre çakemve të komunizmit që kanë mbetur, ose fëmijëve të çakemve atje në Partia Socialiste, bëri një akt kaq madhështor në këto rrethana, duke sjell korifeun e madh të popullit shqiptar, Mithat Frashin, po ishte paradoks që caktoi Aurel Plasarin të mbante një fjalim për Mithat Frashin, dhe duke mos ja caktuar këtë detyrë një njeriu, për shembull siç isha unë ose një ballisti tjetër që kemi qenë atje ke balli kombëtar, domethënë sepse unë isha iniciatori që u bë kjo punë, ai më takoi me Tomi Frashin, atë që kishte atje krye kancelari i këtyre medaljeve që ka qeveria, dhe në atë kohë ishte edhe sekretara, shef kabineti, nuk e di çfarë ishte, edhe komunikuam bashkë me të dhe kryuam ca lidhje ande, dhe u paguan ca lek nga ky Sheaj që është tashi kryetari i kësaj partisë, se s'po më kujtohet tashi, Agron Sheaj. Ky bëri ca pagesa më duket që erdhën eshtrat e tij, sepse Agroni ka një origjinë nga balli kombëtar, nga Sevasteri Vlorës, në mos gaboj, dhe unë lojta një rol modest, pastaj ai më ftovi Rama atje në atë rivarimin e eshtrave. Por duhet të më kishte dhënë, mendoj unë, si iniciatori kësaj pune, duhet më kishte dhënë një rol më të rëndësishëm edhe për të mbajtur fjalimin e këta. Aurel Plasari me shok kam pasur frikë të përmendin emrin Sali Berishës, po them një histori të vogël, Albert, më fal se të mora një çiko, të kërkoj të falur. Në vitin 94, mos gaboj, unë kam qenë kryetari i ballit kombëtar për Tiranën, ose mund të ketë qenë dhe fillimi 95-s, nuk jam i sigurt, i kërkuam Sali Berishës që t'i vinte emrin Pallatit Madh të Kulturës, Nitati dhe Gjergji, për Mithat Frashin dhe Gjergj Fishtën, si dy themeluesit e alfabetit shqiptar në Manastir. Dhe duke i quajtur Cirili dhe Metodi shqiptarëve, domethënë. Dhe ata nuk pranuan, ja dhanë këtij Kristof Frashit edhe ca të tjerëve atje në Akademinë e Shkencave, të Historisë, dhe këta edhe emrin nuk guxonin të azinin në gojë kur u bë takimi që u vendos vetëm një sallë në bibliotekën kombëtare, t'i vjesh emri Lumos Kendo, jo Mithat Frashi, dhe atje kujtoj që kanë qenë të gjitha që tashi mbajnë fjalime për Mithat Frashin. Dhe ne ishim iniciatorët e takimit dhe të gjitha asaj sipërmarrje. Ky erdhi, ishte president, ishte shumë autoritar, ishin kushtet vështira ekonomike për një vend pune, njerëzit ishin gati të lëpinin këpucët, shumë njerëz që s'mund t'i quajmë pa dinjitet, po ishin në kushtet ekzistenciale dhe ruanin atë vendin e punës me shumë kujdes. Dhe filluan aty, ne kishim ardhur për Mithat Frashin e për t'i vënë emrin Gjergj Fishta dhe Mitati Pallatit Kulturës, kishim propozuar të bëheshin 2 buste në shkallët, njëri nga ana veriore e Pallatit Kulturës, Fishta nga ana jugore, tish Mitati. Këta flisnin presidenti ynë i madh, ky Kristof Frashi e kështu, edhe pastaj unë isha me Hysén Selfon atje, e mbaj mend.
që ishte nën kryetari i partisë, se ne kishim Abaz Ermenjin kryetar, por rinte në Francë, edhe i them unë Hysenit, do ta marrësh fjalën ti, po ishte vetëm një televizion, radio televizioni shqiptar. Edhe mora atë mikrofonin, këta nuk më njihnin sigurisht, se unë isha i vogël në atë kohë, domethënë unë kam qenë 30 ose 31 vjet. Edhe i thash unë, dëgjoj, po më kujtohet tu, i thash këtij Berishës, se me Berishën njiheshim që në vitet 90 atje kur erdhi atje ke studentët. Dhe i thash, dëgjoj doktor, i thash, më kujtuaj shprehje Schopenhauerit, i thash, më kujtua aty në moment. Schopenhaueri thotë që lavdia është një shtëpi e të vdekurve dhe kur të gjallët kërkojnë ta fusin dikë në shtëpinë e lavdis, të vdekurit e nxjerrin jashtë me shelma, thotë Schopenhaueri. Mos kërkoj, thash, ty ish në shtëpinë e lavdis sa je i gjallë, i thash, ke boll kohë me u turpërua, i thash, si shton shkodranët, i thash unë. Edhe këta po shikonin. Juve, i thash unë, që kini turp të i përmend një emrin Mithat Frashi, po i mbani emrin artistik të ti, mbani emrin Lumoskando, i thash unë, duhet të dini që në karierën e Mithat Frashit, karriera politike si kryetari ballit kombëtar, është karriera me ndritur e biografisë së tij, thash unë, dhe do vi një ditë që ju do t'i bëni fresk, thash unë, Mithat Frashit, dhe aty ka qenë dhe Aurel Plasari, në mos gaboj, dhe ai parashikim që bëra unë ndodhi. Kur u varosën neshtrat e Mithatit, Aurel Plasari erdhi mbajti një fjalim panegjirik që e meritonte Mithati sigurisht. Aureli që është miku i Ramës, edhe Rama, dhe ishte një paradoks i madh që flisnin këta dy njerëz që Aureli baban e kishte në drejtor të Institutit Studime Marksiste Leniniste Ndreçi Plasari, miku i ngushtë i Nexhmijes, domethënë fliste Aureli, fliste Rama, djali i Kristaqit, për eshtrat e Mithatit. Mirë, Rama mund të fliste se ai ishte kryeministër dhe bëri sipërmarrjen për sjellështra dhe i caktoi vendin me vendim me ato shkresat e veta që bëjnë si janë këto rregullat ligjore, dhe mund të fliste, po ç'pun kishte Aurel Plasari të fliste për Mithat Frashin. Dhe prandaj kur më thua ti, më kujtuan më kujtuan gjithë këto ngjarje dhe bëra pak a shumë një mbajta një fjalë të gjatë dhe të kërkoj falje edhe ty edhe shikuesve. Fjala për ju, Berto, mund të vazhdoni të flisni. Po, dhe për fatin e mirë timin unë arrita ta marr diplomën, ishte qesharake sepse unë kisha bërë një temë studimi që kisha 44 faqe kompjuterike, në atë kohë shkruheshin me makinë shkrimi. Ndërkohë që mua më vun nënt një personi tjetër, të cili që mbrojti me një faqe e gjys i vun 10. Edhe ai ishte një poet nga Elbasani që mbronte ishe shoqja Aurel Plasarit, Mimoz Ahmeti. Por ishte qesharake, domethënë dhe mënyra se si një profesor i një rangu të lartë, siç e konsideronte veten Aurel Plasari, të sulmonte dhe takmerrej ndaj një studenti të thjesht, siç isha unë në atë kohë, ishte ulje nivelit të Aurel Plasarit. Ku ke punuar pasaj, Albert, më pas? Më vonë, masi mbarova shkollën, meqenëse unë kisha planifikuar të filloja punë në radio, ose kishte edhe një mundësi që të qëndroja profesor në universitet, ose të filloja punë në Radio Tirana, që më pëlqente shumë të filloja punë aty, por duke qenë se ishte botuar kjo interviste e famshme, nuk e hoqa atë versionin e mundësinë e fillimit punës në Radio Tirana dhe shkova te gazeta Koha Jon. U paraqita në muajin shtator te Nikol Lesi. Nikol ne ka mik dhe përshëndesim këtu nëse i bie rastit në shikollë. Njeri shumë pozitiv Nikola. Njeri me energji pozitive. Por unë njohjen e kisha me Aleksandar Frangajn, edhe ishte skandali që me Aleksandar Frangajn. Kush është ky? Ishte kryeredaktori i gazetës Aleksandar Frangaj, mos ka televizionit klanit, po, më kujtua, po. Edhe ky më mori se ky ishte kryeredaktori, më tha mund vish të bësh një provë, por në atë momente dikush i tha që
çfarë prove do t'i bësh këtij, sepse ky është intervista e këtij është më e shitura në domethënë ky ka arrit tirazhin më të lartë të shitjeve me intervistën e Agjilleshit. Dhe mas 2 javësh që ishin paguesha me honorare dhe isha në provë, Nikol Lesi, në fakt prova ishte 3 muaj, por Nikol Lesi më thirri mas 2 javësh dhe më tha që ne kemi menduar një kontratë pune për ty dhe nënshkrova aty. Por aty u futa kështu. Unë kam qenë tip shumë naiv në atë kohë dhe nuk mendoja. Nikola punonte gjithmonë me lopat, i vetëm ndihmonte njerëzit, kurse Sandri vetëm me shat. Edhe arriti ja mori Nikolës gjitha. I di pak a shumë relacionet, fillova punë aty. Nikola dilte me shokët, për shembull diku, për shembull kishte $2.000 në xhep, kur ktheheshe me $1.000 borx në shtëpi, kurse Sandri vetëm me shat, jam mblodhi të gjitha Nikolës. Dëgjoj, nuk i di relacionet, di që janë të afërm njëri me tjetrin, po nuk si njeri që ju ka bler kostume 50% të deputetëve të kryesisht të opozitës, jo këtyre që ishin në pushtet, domethënë çfarë ishin kështu, po të rastiste në një udhëtim në një vend të kishte 500 euro, do të ta blinte një dhuratë, një gjë, zemërmadh shumë Nikola. Po, fillova punë aty dhe Nikola më dha një pagesë që ishte më madhe se deputetëve apo ministrave, dhe më vlerësonte shumë Nikola, më vlerësonte jashtëzakonisht pa masë, po edhe ishte zemërmadh, bujar, mirëditor tipik, edhe allegro ishte, bënte shaka, i ndihmonte njerëzit. Gallataçi, i jepte muhabet, i jepte lezet. Për Nikolën kam përshtypje të mira. Unë punova 2 vjet te Gazeta Koha Jon, në një moment caktuar vjen ky Elez Bibera në Tiranë dhe këto djemt e bllokut shkojnë ta takojnë, ndërsa mua nuk më kishin marrë me vete. Edhe takojnë dhe... Si jetove këtu ti me këta fëmijët e bllokut, se aty ka pasur Andi Bushat, Ben Blushi... Kush ishte tjetër nga këta, mi kujto pak? Po, ishin fëmijët e bllokut, ishte analist politik, për shembull ishte kryeministri i aktual, Edi Rama. Po që nuk rrinte shumë në gazetë, por që ishte i bllokut tamam Rama, po e afër bllokut. Jo, Rama ishte nipi Spiro Kolegës. Po. Nipi bllokut ishte. Ishte Andi Bushati gjithashtu. Nipi Hysni Kapos. Ben Blushi, djali Kiço Blushi. Ben Blushi. Ishte nipi. Po djalin shkrimtari, po i Dimitër Shuteriqit. Dimitër Shuteriqit. Duhet të them që më ka bërë shumë përshtypje, jati i Ben Blushit ishte një njeri i shkëlqyer, një njeri i rrallë. Që buri mirë, dhe unë kam Kiço që i jashtëzakonshëm, edhe Kiço edhe mdonte dhe vërtet edhe në lidhjen e shkrimtarëve kështu ka pasur punë vet. Nga njerëzit më të mirë që kam takuar në jetën time ka qenë Kiço. Ky Kiço Blushi, ta pranoj, ishte shumë human, shumë i mirë, një njeri që edhe të tjerë më kishin thënë që kur në jetën e tij nuk bëri keq, pavarësisht se kishte mundësi. Edhe jati e njëjta gjë, ka pasur ushtarak, në mos gaboj, dhe më ka thënë një nga... Po, ishin njerëz shumë të mirë. Po, nuk kam bërë keq. Duke parë shu Beni, për shembull, Ben Blushi që ishte shefi politikës, shpesh herë më lutej të kaloja në sektorin e politikës që të punoja me te. Po unë i thash dëgjoj, unë nuk më pëlqen. Benin edhe unë e kam mik, e përshëndes, është ndoshta, mendoj unë, është ndoshta shkrimtari më i mirë shqiptar i këtyre 30 viteve, madje mendoj që është dhe më i mirë se Kadareja. Ky është mendim im. Nuk dua ty. Ledësia shije personale. Po. Unë ja kam kaluar mirë me Benin, por në një moment që do ngrihesha në detyrë, ishte planifikuar që të kaloja shef informacionit, aty ndodhi diçka e çuditshme, një person i cili unë nuk e njihja, se sapo kisha filluar punë, por një person që më vonë doli se ishte homoseksual, më ftoi në një dark, në një kafe, për të pirë kafe në dark, edhe pastaj
Rudina Xhunga erdhi dhe tha që Alberti është shoqëruar me një person që ishte homoseksual. Po Rudina Edhe- punonte aty në Koajon? Po, Rudina punonte te Koajon dhe në atë moment Nikolla Po motre vetë Eh, punonte nuk- ke Gazetë e Ballit, e kishim po, ne atje ke nuk Balli më dha Komit, postin- Radhice. nuk e bëri, nuk më ngritin detyrë, nuk më dha postin e shefit informacionit, do më thënë ishte një makinacion, sepse një makinacion që u bo në klanin e këtyre blokistëve, që i thanë atij personit fsoj Albertin për kafe që të mund të mos e lejojmë që të marri postin e shefit informacionit dhe unë nuk e dija fare që ky personi ishte homoseksual, se do kisha refuzuar kafen dhe kisha refuzuar të pija me të. Pastaj erdhi Zamir Dule, që ishte gazetar koleg dhe më tha Albert, tha dëgjoj, tha këtu thot kanë bërë një komplot, tha sepse filani tha është homoseksual i shpallur. I thash unë s'di gjë për këtë gjë, i thash por do kem kujdes. Dhe pas 2 vitesh puna aty në 96-ën ishte koha para trazirave, më thërret Nikol Lesi te Rogneri, në atë kohë kishte i biro në Rogner, edhe më thot që qëndrimi thot në gazetën Koha Jon të rrezikon jetën thot, prandaj thot këshilloj thot që të largohesh nga gazeta. Dhe u largova nga Në atë kohë ka ardhur dhe Gazeta George Koha Jon. Soros në mos gaboj në Tiranë apo jo? Po, në 95-ën erdhi George Soros. Ju e keni Unë isha i- takuar George Sorosin? Po, në krejt rastësisht e kam takuar, nuk është se kam zhvilluar ndonjë bisedë me te, kishte ardhur të takonte fondacionin në Tiranë edhe ishte zoti Pirro Misha, në atë Po, kohë që drejtori i ishte Bibliotekës drejtori i Kombëtare. përgjithshëm, aktualisht drejtori i Bibliotekës Kombëtare, dhe ai më tha Albert, mund të kalojsh. Rastisht ndodhet atje se s'ka lidhje me Jo, këtë. Si ky unë avokat i ndodha popullit që u rastisht. zgjodh tash dhe ky rastisht, pavarësisht se janë Sorosian, por janë rastisht gjitha këto. Po. Jo, unë nuk e di nëse është rastisht apo ishte planifikuar, por mua më thirri Pirro Rastisht fa Misha një për plak më burë që po vdes, çfarë lidhje ka Sorosi këtu në Shqipëri, kush i shpi këto gjërat, çfarë janë këto gënjeshtra mor burr, çfarë janë këto gënjeshtra. edhe ai më thirri dhe shkova unë aty se që kishin një lajm ato, diçka e tillë dhe rastisht thjesht nuk është se shkëmbym thjesht një përshëndetje, i dhash dorën, po opinioni ynë për Sorosin në atë kohë ishte i tillë që Soros ishte një zemër mirë, një bujar, një Po. burr babaxhan. Ky ishte opinioni jonë, ne nuk e dinim që më vonë do dilnin gjëra të tjera për Sorosin. Unë nuk është se jam marrë. Çfarë buri mirë mor. Kupton, vetëm merr një 80% të korrupsionit në Shqipëri që kanalizohet lart në formë piramidale, 80% e merr ai. Se di, 20% ose 30% ngelet në Shqipëri, 70 deri 80% i merr ai lart aty. Po, Buri kur ka mirë. ardhur në fillim George Sorosin, ne mendonim që e ka dërguar Amerika, mikja e madhe e Shqipërisë dhe ky ka ardhur që të bëje bamirësi, të na ndihmoje, të ndihmoje demokracinë, të ndihmoje shtetin shqiptar, të ndihmoje popullin shqiptar. Ky ka qenë opinioni ynë. Nuk mendonim që George Sorosi në fakt aty po merrte kontrollin e kapitalit human që kishte Shqipëria, po e merrte në dorë dhe kapitalit politik dhe që do ta përdorte më vonë për qëllimet e veta për ta Kontrolluar dhe grafitur Shqipërinë. popullin shqiptar deri në palc. Do me thënë, në atë kohë ne kishim opinione të mira për George Sorosin, edhe unë isha ndër ata që mendoja shumë pozitiv. Më vonë pastaj dolën gjëra të tjera. Dhe duhet ta falenderoj Nikol Lesin nga puna, që më hoqi nga puna në atë moment, bile mori dhe Sandrin, se Sandri ndërkohë megjithëse unë kisha hyrë në gazetë Koha Jon duhet thënë që ishte një gazetë opozitare me qeverinë e presidentit Berisha, prandaj po ishte shumë opozitare, nga shiku, edhe ai është përpjekur të ndihmojnë. Në këtë kohë unë e di që u kalua ke Albania dhe ai është përpjekur të çojë në një gazetë pro qeveritare që ti të kishe më sigurt në punën. Jo, nuk është se më dërgoi Nikolla ke Albania, pavarësisht se unë e dija ke Albania, unë të mbaj mend që ke qenë dhe ke Albania.
Po, unë kam qenë nga Albania, po Po, nuk është ky Ylli Rakipi me Nikol Lesin kishin... Ylli me nder Rakipin, duhet thënë. Se di, nuk du t'i jap konotacione, po se dhe me Yllin... Mero me nder Bazja. Nejse, ato janë... Si një mollë ndarë në mes janë, të dy. Ajo që ndodhe unë shkova dhe... Për të grabitur, për të vënë gjoba, për do më dhe shkurt njerëz pa karakter dhe të lidhur vetëm me botën materiale, nuk kanë asnjë lloj lidhje me botën shpirtërore, me karakterin, me moralin e njeriut në sjelljet e veta në shoqëri. Fjala për ju, Albert. Dhe aty unë masi u largova nga gazeta Koha Jon, bile në momentin e largimit Nikola e mori atë Sandrin, i tha që unë mendoj që Albertin duhet ta largojmë nga gazeta, dhe Sandri ishte shumë dakord që t'ikja. Për fatin e keq duhet kishin larguar dhe Zamir Dulen nga gazeta, por Zamiri qëndroi në gazetë dhe ju si që dini përfundoi në atë gjendje që në atë gjendje sepse u masakrua gjatë 97-ës. Ndërkohë që mua Nikola më ruajti dhe duhet ta falenderoj sepse Nikola ishte larg pamës edhe një njeri i zgjuar, shumë i zgjuar. Duhet ndenjur, ne kishim një klub tonit në atë kohë që quhej Klubi Fidel. Edhe duke ndenjur te Klubi Fidel në Parkurinia, në përballë ministrisë. Po, Parkurinia. Për brezin e ri që s'e din. Klubi ish deputetit Fidel Ylli. Fidel Ylli, aty ndërtuesi të dy kullave. Po. Edhe vjen Ylli Rakipi në Fidel edhe ish bodyguardi i këtij kryeministrit tuaja Meksi, Aleksandr Meksi. Ishte bodyguard, ka qenë mundës Fideli, dhe shumica e këtyre mundësave u bën milioner, kurse ministrat e tyre shumica janë sot pensionistë që si një asnjëri. Për Fidelin kam opinione shumë pozitive, që t'jemi i sinqert. Na ka respektuar, klubin e tij e ka pasur të hapur, mundohet na plotësonte ato nevoja që kishim si gazetar, shpërndante edhe çmim vjetor për gazetarët. Ishte njëri shumë i mirë dhe kam respekt për te. Aty vjen Ylli Rakipi në Klubin Fidel dhe më thotë që kam një vend shef informacioni, thotë, tek gazeta Albania. Dhe unë, meqense isha edhe pa punë, po edhe që nuk merresha me politik, ishte informacion, do më të kishte të bënte me lajme informative dhe s'kishte përzierje në politikë. I thash, unë jam profesionist, dakord, Ylli, unë po vi dhe shkova te gazeta Albania, ku më saktoj kam punuar në një zyrë me Sokolov Dashin. Po, ndjes pas. Ndërsa pritja që më bëri Mero Baze ishte pritje paksa qesharake. I tha Ylli Rakipit, i tha, çfarë do tha ky fundamentalist katolik, tha në gazetën Albania. Po, Mero Baze si Uriaipi. Po. Pasi shkova aty, ishte informacioni gazeta Albania, ishte 2 kopje. Është i talentuar, mund ta bëj të bardhën të zezë, ta mbush mendjen, dhe mund të bëj të zezën të bardhë. Prandaj ka qenë shërbëtori shumë zotërinjve, dhe atë trajsën e ka mbushur gjithmonë plot. Nëse unë mbaj mend, domethënë si poet, kur shkruante poezi poshtë balkonit godinave të qytetit Studenti, në stola ulej aty dhe shkruante poezi. Meroja që studenti fliste me vete kur kalonte kështu. Jo, edhe fliste me vete. Dhe dilnin vajzat. Ka qenë ke konvikti minjerave, mo ke konvikti jonë. Po, e di, me vajzat i thoshin poeti. Kemi qenë shumë njerëz të shuar në atje. Fatmir Mediu, Mero Bazja, Buja Leskaj, kush ka qenë tjetër atje, se ka Tan Lame, ku e di unë kanë qenë, jo, Tan ishte Tiranës, po që ishte atje ke fakulteti jonë. Kështu, ku e di unë çak, kemi qenë një grup i madh shumë njerëz që kemi dhënë shumë kontribute pasaj në... Po, edhe ky ndërsa Sokoli më priti shumë mirë,
Ishte djalë serios, ishte djalë i mirë. Po, ne punonim në një zyrë, në një tavolinë të madhe, unë kisha sektorin e informacionit, ai sektorin e politikës. Duhet sqaroj diçka, ne kur punonim te Gazeta Koha Jon, ne mendonim që çdo minutë në darkë Ylli Rakipi e merrte në telefon Sali Berisha, por në të vërtetë gjatë kohës që punova unë aty, nuk rastisi kurrë që Berisha telefononte. Gazidedja e merrte ndonjëherë apo jo? Se unë di që as Gazidedja e merrte një çik më shumë se Saliu. Jo, nuk e di nëse ata bënin takime në mëngjes, në drek apo mbasdite, por telefona në redaksi nuk kishim as nga Gazidede, as nga Berisha, as nga asnjë zyrtar i. Jo, Gazeta Albania ka qenë një gazetë e shikut kryesisht. S'mund ta them atë, nuk mund ta them. Merrte informacione speciale nga shiku për persona. Jo, Gazeta e Shikut ishte më shumë gazeta shqiptare se sa gazeta, domethënë informacionet më të thella në Shik i merrte Gazeta shqiptare, dhe jo. Po gazeta shqiptare nuk ka qenë atë kohë, duket, 94-95 ka dalë mbas. Po, Gazeta shqiptare është krijuar herët dhe ka bërë konkurrencë gazetës Koha Jon. Por Koha Jon ishte gazetë opozitare, ka qenë një kandil për zemrat e shqiptarëve që nuk ishin pro politikave të mos themi të Partisë Demokratike, po të Saliut, se s'kish Parti Demokratike atje ish vetëm Saliu, pavarësisht se kishte shumë figura në PD që përpiqeshin ta mbanin në kujtliber, po Saliu i mposhti dal nga dal duke përfunduar dhe me mposhtjen e Azem Hajdarit dhe dëbimin e tij si kryesues i lëvizjes studentore, dhe Saliu kryesisht ju dha pushtet ish komunistëve të kthyer në demokrat, që janë njerëzit më të rrezikshëm, dhe ju dha shumë pushtet agjentëve të Gazidedes ose ish agjentëve të sigurimit, të cilët bënin terror mbi figurat vërtet opozitare dhe me një trashëgimi të ardhur nga, domethënë me një trashëgimi të diskriminuar, të ardhur nga një luftë klasashe të mërshme zhvilluar nga Partia Komuniste, Partia e Punës, nga familje që ishin raskapitur në për burgjet dhe në për këto gulagët që ngriti kampet e punës, që ngriti Partia e Punës, dhe të gjitha u goditën dhe atje ku i lanë ndonjë vend, ju lini numrin 2 i cili kontrollonte, dhe sa herë që këta ndishin ndonjë politik kundër politikave të Sali Berishës, atje ku merreshin vendime në Partinë Demokratike ose në institucione, Gazeta Albania gjente kleçka të ndryshme dhe e bënte priftin me barë, shpeshherë edhe duke egzageruar në ndodhi, në një histori që u jep të Shiku, ose dhe duke shpifur. Më vonë u bë kjo gazeta e Merobazës, çfarë quhej kjo, kur doli Partia Demokratike në opozit, tema më duket në vitin 97-98, kur erdhi Partia Socialiste në pushtet, e cila bënde përsëri të njëjtën gjë duke shpifur, duke gënjur, pavarësisht se ishte në opozit, po nuk bënte një opozit të drejtë, të ndershme, por vazhdoi pak a shumë taktikat që kishte mësuar Merobazja në Gazeta Albania, duke thirrur një grup gazetarësh atje që i kishte si qenë të gjaut dhe i lëshonte për të shpifur. Edhe Koha Jon, duke qenë në opozit të fortë me Partinë Demokratike dhe me qeverinë Meksi, shpeshherë ranë në ndikimin e komunistëve që kishin dalë në opozit të Partisë së Punës dhe të Sigurimit të vjetër që nuk kaloi nga krahu i PD-s, po qëndruan me Partinë Socialiste, e cila ishte vazhdimi i Partisë së Punës, edhe Nikolla pak në ndikimin e... Duhet parë me kujdes, sepse
Por Unë ndryshonte ka shumë opozitarizmi i Nikollës i kohës sonë me opozitarizmin e Mero Çorapës, Mero Këllirës. Dëgjoj, Gazeta Koha Jon nuk është se kishte nevojë për të kaluar në ndikime të caktuara për një arsye të thjeshtë. Ishte një gazetë shumë e shitur, ishte një biznes lukrativ, njerëzit zgjoheshin mëngjes dhe e para gazetë që blinin ishte Gazeta Koha Jon, kishte një tirazh që i kalonte 80.000 dhe nganjëherë shkonte edhe 150.000, ishte shumë e shitshme, përveç të tjerash dhe Gazeta Koha Jon fitimin më të madh e kishte jo nga shitja e gazetave, por nga numri i madh i reklamave dhe sektori i marketingut ishte një sektor që kishte shumë punojës, kishte më shumë punojës marketingu se sa gazetar, që do të thotë që Nikol Lesi në atë kohë ka drejtuar një biznes shumë të zgjuar dhe shumë të fortë. Dhe nuk kishte nevojë për financime dhe nuk ishte shumë e ndikueshme. Nikol Lesi refuzonte të merrte telefonata nga klane të ndryshme, pavarësisht se disa gazetarë ndoshta ishin ofruar në mënyrë të lezetshme nga qaqe të caktuara, por nuk është se ka qenë një gazetë shumë e pavarur dhe Nikolla si natyrë ishte një natyrë e pavarur që vepronte sipas bindjeve të veta. Ashtu është, por shiko, për të mbajtur gazetën në nivele të larta, përdorte informacione nga kanalet e ndryshme që i vinin dhe shpeshherë nuk kishin dhe mundësi t'i filtronin Nikolla vet, duke pasur gazetarët aty që the ti që kishin ardhur nga bloku dhe ata domethënë shpeshherë përpiqeshin domethënë sapunin ta shisnin për djathtë. Sepse gazetarët te Nikolla po të punoje te Gazeta Koha Jon ishe vënë në shënjestër direkt dhe ishe shumë e vështirë të punoje te Koha Jon, ishe në presion. Edhe marrja e informacionit që bënte Koha Jon, unë e kam përjetuar vetë, kam qenë gazetar, ne na mbylleshin dyert në institucione, ne na mbylleshin dyert kudo për të marrë informacione, pra ne merrnim informacione me shumë vështirësi. Albert, ju keni bërë dhe një intervistë të famshme me sa mbaj mend unë, Kasem Trebeshinës. Jo, kjo ka ardhur më vonë. Po verbohet, nuk e di si e kishte titull. Kjo ka qenë më vonë. Unë fillimisht kam punuar te Gazeta Albania tar 6 muaj dhe në momentin që disa njerëz rrafën këte Preq Zogajn dhe këte Neritan Cekën, në atë kohë unë isha shumë i pastër, i sinqert. Unë e qua një fyrje të madhe dhe pash që pushteti ishte një pushtet abuziv dhe thash që unë s'do punoj më te Gazeta Albania sepse këto mbajnë krahun e këtyre abuzuesve. Në të vërtetë ka qenë një moment që vjen Ylli Rakipi isha ndarë marrëdhëniet e punës me të, vjen Ylli Rakipi dhe nuk donte që të largosha dhe më thot, thot, o Albert, thot, se je shumë naiv, thot, këta, thot, janë bashk, thot, ti hajde merr rrogën tënde, thot, sepse këta janë bashk, thot, dhe në të vërtetë doli. Si mund të imagjinoj, Albert, po çfarë do ti, po çfarë të krisi ty se u rraf Preçi me ata. Prit, por ajo që më tha më doli shumë e vërtet, për arsye se mas ca kohësh Neritan Ceka shkoi dorëzoi partinë te Sali Berisha dhe ky Preq Zogaj u bë dhe prapantar. Pra ajo që kishte ndodhur në Fidel kishte qenë thjesht një teatr. Kjo ndodhi në 2003-2004, se më në 2007-ën ishte një lajm që u dha dhe nga Euronewsi. Dhe unë budallaj lash vendin e punës, shefi informacionit aty, sepse më vrau ndërgjegja që nuk duhet punoja në një gazetë që ishte në krah të pushtetit, sepse u rrafën 2 personalitete publike. Pra çdo gjë ishte një teatr dhe aty e kuptova. Më vonë pastaj kalova te Gazeta Shekulli. 98-ën ishte një gazetë që
me tre Koço gazetarë, Koklimës. me gazetarin Skënder Mingjozi dhe Betra Jakin Kipçali. Marena, u bëm së bashku dhe i tham presidentit të asaj kohe, Koço Kokdhima, që duhet uli çmimin e gazetës. Dhe Koço kishte një tirazh t'ulët gazetën dhe tha jo, tha se unë dal me humbje. I tham ne që unë i thash që dëgjoj zoti Koço, gazeta nuk fiton nga shitja. Gazeta fiton nga reklama. Marketing. Në qoftë se ti do ta ulish në 200 lek të vjetra gazetën, do ta blejnë Shumë njerëz dhe ty pensionistat, do do të ta vinë blejnë reklamat. shumë njerëz, edhe ty do të rritet tirazhi dhe me rritjen e tirazhit Do të vinë reklamat. reklama dhe do jesh me fitim. Dhe në fakt ishte momenti aty që u falimentua gazeta Koha Jon, sepse në atë moment mori shumë fuqi gazeta Shekulli, shkoi 80.000, shkoi 100.000 kopje, kishte raste që shkote edhe 150.000 kopje, edhe gazeta Shekulli mori pozicionin e gazetës Koha Jon. Shkruaj edhe unë aty kur që lufta në Kosovë, kam shkruar shumë editoriale në gazeta Shekulli, njifesha me Bertra Kiplarin si korçar, edhe ja dërgonja ati shkrimet dhe ishin botuar dhe madje unë nuk e dinja që ata më paguanin, më jepnin honorare dhe mbasi kaloi pak kohë, jo pak kohë, kishin kaluar 2-3 vjet që unë jepja aty në një shkrim, 2-3 shkrime në javë, dhe më merr Bertra më merr një nga këto të financave, ja kishte edhe numrin Berti dhe më thonë që ore ke për të tërhequr nuk e di, ishin ja 40-50.000 lekë vjetra në atë kohë, po më 98-ën ishin shumë ato, ishin si me të thënë sot ajtë të rishë për jamë $700-800 ose $1.000. Dhe në ato momente që kishë shumë fukara lek, mua mu dukën goxha e mirë dhe u gëzova, u kënaqja, thash, ova shqyqyr, vajta i mora ato lekë. Qenë korrekt, Koço Kokdhima ishte korrekt në pagesat e gazetarëve dhe të honorareve të atyre që votonin aty. Unë kam pasur marrëdhënie të mira dhe me zotin Koço, dhe Koço në atë kohë mua mu dha drejtor sektori informacionit social, të cilin e realizova dhe në një moment caktuar vendosi të botonte dhe revistën Spektër. Dhe në revistën Spektër, në një moment kur revista nuk po este, dikush më tha që duhet të bësh një shkrim për revistën dhe në atë kohë unë isha njohje me kritikun e madh Ramadan Mysliu, i cili kishte një miqësi me Kasemin. me Kasem Tërbeshinën. Ram dakord, i them Ramadanit që dëshiroj t'i bëj një intervistë edhe një speciale dosier, dhe më priti Kasem Tërbeshina. Në atë kohë ishte i vjetër, më priti, kishin pirë disa herë kafe në bashk, por më priti të shtëpia dhe të shtëpia realizova një intervistë, ndërmjet tjerave më tha që po humbte shikimin. Dhe unë e kapa si moment dhe bëra një dosier disidenti po verbohet dhe mbaj mend atëherë që revista u botua ditën e shtunë, të hënën ishte shitur, u ribotua ditën e martë dhe u ribotua edhe një herë të njëjtën dhe u shit domethënë në 3 tirazhe të mëdha, botimi nga 20.000 kopje. Për një revistë ishte një gjë e rrallë dhe ka qenë një ndër shkrimet më të suksesshme. Më vonë ishte një shef i kulturës që më tha që dëgjoj, Kasemi është shumë i mërzitur me intervistën. Në të vërtetë Kasemi nuk kishte qenë i mërzitur, kishte qenë shumë i kënaqur. Në atë kohë ky Fatos Nana ja kërkoi një fond prej $20.000 që të shkonte dhe të kurohej në Rusi dhe iku kurua nga syt. Kishte qenë shumë i kënaqur me mua, po ky gazetari nga xhelozia që unë kisha bërë një Kasemi ti ndrit shpirti, njeri që Kasemi është i mërzitur me ty dhe Kasemi nuk do të takoj. Mike kam takuar herë pas here, megjithëse kishim diferencë të moshe. Ndërmjet të tjera më thoshte edhe Kasemi nuk do të takoj, dhe unë nuk e takova kur më Kasemin me idenë që Kasemi më urrente për shkrimin, por në të vërtet Kasemi më kishte dërguar mesazh që hajde më tako dhe shumë faleminderit për shkrimin. O më thënë, kishte xhelozirat pafundme në ashtu, sa i takon Mero Bazës, në atë kohë kur unë largova nga gazeta Albania, që kalova te gazeta Shekulli më vonë,
masi bëra një 2-3 muaj pushim. Mero Këllirët Ishte thuaj që- gjithmonë që ta kuptojnë njerëzit se mund të ketë ndonjë se ka dhe burrat mirë me emrin Mero. Mero Baze synonte të bëj një ministër i kabinetit Berisha, të ishte në kryesinë e Partisë Demokratike dhe më vonë kur Partia Demokratike të vinte në pushtet ishte një ministër. Berisha në fakt me sa u mor vesh pa të zgjedhur si person që lexonte dhe ndjente kënaqësi, lexonte artikujt e mi, edhe kishte shprehur një farë simpatie Berisha për artikujt dhe për punën që bëja unë informative diku. Dhe kjo kishte mërzitur Ylli Rakipin, saqë Ylli Rakipi vjen edhe më thot që dëgjoj Albert, unë po punoja me artikujt, po kontrolloja artikujt e gazetarëve. Mos haro, Ylli korreksioni. me nder Rakipi gjithmonë. Nëse unë do të e kam pas, nuk e kam fjalorit tim dhe nuk e përdor. Mirë, dakor. Vjen Ylli dhe Se mo- thot që shefi i madh jam unë këtu, sepse gazetarët dhe njerëzit aty kishin filluar të më thonin shef Alberti, shef Alberti, shef Alberti. Ylli u bë xhelos. Vjen e më thot një herë, i thash po mirë, dakor, të di mo Ylli që shefi je ti sepse ti je në kryt. Erdhi herën e dytë prap, njëjtës mas 2 orësh më tha, dëgjoj Albert, tha, shefi jam unë. I thash e di o Ylli. Erdhi dhe herën e tretë më tha shefi jam unë. Atëherë unë qa bëra, nxorra çelësat e zyrës, i thash, me që je shefi ti, urdhno ku i ke çelësat e zyrës, edhe lash punën për gjysmë e hika. Dhe kjo, sepse aty po luftoj në fakt kush do t'ishte një person që do merrej brenda në drejtimin e Partisë Demokratike, brenda gazetës Shekull, gazetës Albania. Me qenë se i ka unë, ky Sokol Oldashi ishte më fisnik, më ashu në një moment kur po kaloja para një klubi, ky nuk vinte të Fideli Sokoli për arsye Po, se ke Fideli vinin të majtët. Po, jo, vinin të majtët, vinin të shikut, vinin të djatët. Aty ishte një merre informacion nga të gjitha krahët. Fideli ishte një qendër e shërbimit e informacionit, një gjysmë agjenci lajmesh po e pashpallur, sepse aty shkëmbenin gazetarët, merrnin informacione, siç funksionon gjithë vendet e tjera të botës. Edhe më thot Albert, hajde pimi kafe, më thot Sokoli, ulemi, edhe më thot as të vjen, nuk do të vinte keq ty që te Partia Demokratike të shkoja unë. I thash unë, Zoti Sokol nuk më vjen keq fare, me kënaqësi të madhe mund ta marrësh, i thash, sepse unë nuk është se kam ambicie politike, prandaj kam qëndruar vetëm në sektorin e informacionit. Edhe intervista politike keni bërë, keni marrë kështu me këto me figurat kryesore politike që kanë qenë në atë kohë në qeverisje për shembull. Pak artikuj politik kam bërë, por mbaj mend që ato artikuj që i kam bërë kanë qenë redaksional, vjeshin faqet parë si shembuj të një gazetarie shumë të fortë. Po unë i shoqëroja, për shembull, bëja artikuj mbi politikën, pse merja psikolog ndryshëm, Edmond Dragotin, që ishin profesor në Fakultetin e Shkencave Sociale, këta psikologët që punonin me sektorin e psikologjisë dhe kërkoja të dija pse politikanët shqiptar janë agresiv, pse nuk kontrollohen nga psikologët, siç ndodh për shembull në vendet perëndimore, gjëra të tilla, po ishin artikuj shumë pikant që kishin të bënin me etikën politike. Bile në një rast ishte ky Fatmir Mediu që ishte shprehur që artikujt e Albertit janë shumë interesant dhe shumë dhe pëlqeshin pa mas edhe nga klasa politike, por ta themi hapur, në atë kohë isha djalë i ri, unë isha një tip shumë i ndershëm, me një ndershmëri që kalonte deri në naivitet, mund të them, sepse po të kishte qenë dikush tjetër, do kishte përfituar pa mas nga pozicioni që kishte dhe ndoshta do t'ishte shumë i pasur se Bledi Fevziu për shemb.
Albert, në vitin 90 ne studentët dolëm me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Evropa në atë kohë dhe kërkuam të ndërtonim një bazë ekonomike private, kapitaliste, me iniciativën private në dominancë dhe njëkohësisht ndryshimin e superstrukturës e cila fillonte nga pluralizmi me ndryshimin e, domethënë me heqjen e monopolit politik partisë punës dhe kalimit drejt krijimit të partive të ndryshme politike me programe të ndryshme, të cilat do të votoheshin dhe me mazhorancat parlamentare do të drejtonin fondet dhe asetet tona kombëtare nëpërmjet qeverisjes. Si të duket ty, është në një pikë shumë të mirë apo të keqe sistemi i ri politik dhe ekonomik që ne kërkuam që të adaptonim dhe që e krijuam në fakt, qysh në fillim të vitit 91, a mendon ti se kemi realizuar sistemin kapitalist më të mirin e mundshëm ne, apo kemi dështuar pjesërisht, apo kemi dështuar? Dështimi ka qenë i plot, është dështimi i plot, nuk është dështimi i pjesëshëm. Ju a tregoj unë arsyen, ka një logjik të thjeshtë. E para punës, baza e sistemit kapitalist është prona private. Që do të thotë, përderisa prona private nuk ju kthye personit, përderisa tokat nuk i morën ata që ish pronarët, përderisa prona nuk ju kthye personit dhe përderisa nuk u aplikua sistemi social i kapitalizmit për rritjen e fuqisë vlerëse të popullatës. Ne është një sistem i dështuar. Edhe sot e kësaj dite është një nga sistemet më të dështuara, ndërkohë që vendet tjera si Polonia dhe Çekia, madje edhe Rumania me Bullgarinë nuk është se dështuan, e kaluan me sukses. Arsyeja pse dështuam është sepse ne kërkuam që të bëjmë një kapitalizëm të ri me ish komunistat dhe me bite komunistëve. Ata nuk mund të realizohet një kapitalizëm i ri me ish komunistët. Sepse një komunist... Churchill i shpreh të bukur, nuk ka më të rrezikshëm për një sistem kapitalist kur e drejton një komunist i konvertuar si demokrat. Po. Shpreh bukur e Churchill. Kjo është e vërtetë. Domethënë që në atë moment që u krijua një kapitalizëm me komunistat që do ishin biznesmen, financues që do bënin ligjet e edhe sigurimsat, po edhe sigurimsat, ekonominë që në atë moment Shqipëria ka qenë e dështuar. E dyta punës ishte edhe futja e fondacionit Soros në Shqipëri, ishte një nga gafat më të mëdha. Tani nga flitet, domethënë që fondacioni Soros është në fakt nuk është gjë tjetër veç se një organizim i fshet komunist. Globalist ka komunist. Unë nuk e di saktësisht, nuk jam marrë me punë gjuhësore dhe jo me kërkime të modelit ideologjik ose me shkenca politike, megjithse një specializim 2 vjeçar e kam bërë me fondet e Komunitetit Evropian në Wavër edhe për kapitalin politik dhe kapitalin ekonomik e kapitalin financiar. Kapital politik kam parasysh kapital njerëzit që merren me politikën, do të thonë edukimi i njerëzve të politikës ka ndikim në kapitalin teknik që janë këto njerëzit që merren me qeverisjen teknike dhe në kapitalin ekonomik dhe financiar, logjistik dhe financiar si quhen. Domethënë kam një specializim shumë të saktë në këtë dhe kam nocione të sakta. Nuk e di, ajo që di është që kapitalizmi shqiptar nuk ra në ndikimin e kapitalizmit modelit perëndimor, por ra në ndikimin e kapitalizmit që e dirigjoi Kominterni i Vjenës, që njihet si një organizat si një organizat që ka ideologji komuniste. Pra nuk mund bëhet bukë mirë, nuk mund bësh bukë gruri, themi ne, me miell misri. Albert, ju keni thënë vazhdimisht duke u referuar në përgjithësi akademisë, por edhe
aspekteve të tjera të jetës shqiptare, keni lënë të kuptoni që ndikimi tuajve është i armiqve të Shqipërisë, i vendeve rreth rrotull, të cilat kërkojnë ta dobësojnë ose ta zhdukin nga arta rasën shqiptare, siç janë serbët dhe grekët. Juve keni thënë që ky ndikim është ende shumë i madh nëpërmjet penetrimit në të gjitha fushat e jetës. Si mendoni, kjo ka ardhur duke rënë në këto vitet e fundit, apo është përforcuar, apo ka qëndruar, ka një stagnacion në ndikimin e tyre? Nuk ka ardhur duke rënë, ka marr goditje vdekjeprurës nga shkenca perëndimore, ta që merren me studimet gjuhësore, Instituti Max Planck, Universiteti Minut dhe Universiteti Cambridge-it, Oxfordit, që janë këto genkut universitetet perëndimore, ka marrë goditje shumë të madhe, por megjithëse ka marrë goditje të madhe, për shembull mund t'ju them që fondet e BIA serbe të Asfalisë dhe të fondet e shërbimit sekret turk janë dyfishuar në Shqipëri. Domethënë që ata akoma nuk kanë hequr dorë, megjithëse shkenca botërore provon që shqiptarët janë populli më i vjetër në botë. Të njëjtën gjë që mund të themi për politikën, mund të themi edhe për Akademinë e Shkencave. Mua shpesh herë ma kanë bërë pyetjen pse nuk bëhesh antar i Akademisë Shkencave, meqense je i certifikuar si gjuhëtar dhe specialist i historisë gjuhës shqipe, je certifikuar në universitetet më të mëdha të botës. Po si mendoni ju? Ka qenë e thjeshtë. Në kushtet aktuale që ndodhet Akademia e Shkencave si një akademi shtetërore, por krejtësisht jo profesionale, është për mua nuk, edhe sikur ata të më bënin një ftesë, dhe ata dinë shumë mirë, sikur të më bënin një ftesë. Ju mendoni se është jo profesionale apo shumë profesionale dhe punon kundër interesave të shqiptarëve? Ja, prit ta manoj. Se e keqja s'ka fund. S'diskutohet. Në kushtet aktuale, si që është Akademia aktuale e Shkencave, për mua do t'ishte turp të hyja në Akademinë e Shkencave të Republikës Shqipërisë tani. Unë e kam për turp, do t'a kisha për turp. Pse? Do t'a kisha për turp sepse është si në politikë, që ti nuk mund të bësh një shtet demokratik të ekonomisë tregut me komunista. Edhe në Akademinë e Shkencave nuk mund të bëhet një akademi shkencash perëndimore me ishat e regjimit komunist. Pra, është shumë e thjeshtë. Aktualisht Akademia e Shkencave të Shqipërisë akoma nuk ka hequr ideologjinë nga sistemi. Për shembull, albanologu i parë është Mikloshiqi për ata dhe Mejer, të cilët nuk kanë qenë fare albanolog, ata kanë qenë slavolog, dhe kanë qenë të dy armiq të gjuhës shqipe. Pra, nëse ata do mbajnë metodologjinë e kërkimeve slaviste në Akademinë e Shkencave të Republikës Shqipërisë, dhe nëse personat saktuar të Akademisë së Shkencave të shkojnë nëpër universitetet perëndimore dhe të flasin për huazimet slave serbe në gjuhën shqipe, këtu nuk kemi të bëjmë më me akademi, këtu kemi të bëjmë me një deg të Akademisë Beogradit në Shqipëri. Pra, këtu jemi në një pozicion që unë do t'a kisha për ullje të madhe të isha antari i Akademisë Shkencave të Republikës Shqipërisë në kushtet aktuale. Në qoftë se Akademia e Shkencave kryen një revolucion, largon gjithë ata personat e inkriminuar në djegjen e dokumentave në Institutit Albanologjik, 4.200.000 disketa të mbledhura gjatë kohës regjimit komunist nga mësues të fshatrave dhe nga njerëz që donin gjuhën u dogjën në mënyrë publike dhe u zhdukën, dhe më pas tanë u fshin edhe skedarët e gjusisë dhe përgjegjësit e kësaj masakre gjusore nuk kanë dalë para drejtësisë. Ç'pun kam unë në një akademi të këtij modeli që djeg dokumenta, që falsifikon historinë, edhe që si ideologji bazë të saj ka ideologjinë gjusore të
të Stalinit edhe të Miklošićit edhe të Mejerit, dy slavologëve themelues slavologjisë. Pra, duhet kemi parasysh që Akademia e Shkencave është një akademi që nga ana morale është e rënë përpara popullit shqiptar, pavarësisht se atë e mbajnë për motive politike dhe motive financiare, është shumë e thjeshtë. Unë nëse kjo akademi do revolucionarizohej në aspektin pozitiv të fjalës, do merrte metodat më të fundit të gjuhësisë edhe të kërkimeve gjyqësore të shkollës perëndimore, sigurisht unë do të isha gati për një reformë të thellë në akademi dhe për ta vënë në një nivel europiano perëndimor. Këtë mund ta bëja dhe do bëhesh antar i akademisë, por në kushtet aktuale në këtë moment në asnjë mënyrë nuk do pranoja të isha antar i kësaj akademie. Aq më tepër të jem antar i një akademie me njerëz të cilët kanë dështuar, sepse duhet të jemi të sinqert edhe duhet ta themi hapur, që pavarësisht nga disa gjëra pozitive që kanë punën e Qerem Çabejt, e Qerem Çabej është i tejkaluar në aspektin gjyqësor. Është tejkaluar krejtësisht. Por edhe gjuhëtarët e tjerë, unë tani që kam libra dhe dokumenta nga arshiva amerikane, nga arshiva franceze dhe nga arshiva gjermane, kam mësuar që regjimi komunist nuk është se janë bërë kërkime gjyqësore të një niveli të lartë, janë kopjuar veprat e lindasve të mëdha, Jerenin Derada, Pashkovasa, ata i kanë kryer studimet gjyqësore, këta që shahen dhe konsiderohen si pellazgolog sot, ata i kanë kryer studimet më të mëdha për gjuhën shqipe. Këta nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë vjedhur studimet atyre dhe i kanë paraqitur si të tyret. Ose i kanë deformuar dhe madje i kanë edhe deformuar. I kanë deformuar dhe i kanë vënë, domethënë, duhet kemi parasysh që Akademia e Shkencave të Serbisë nuk është për të ndihmuar gjuhën shqiptare, sepse serbët e kanë shfaqur agresivitetin e tyre në politikë dhe drejtohen nga politika. Të flasim hapur edhe për studimet e Qerem Çabejt. Ai ka dhënë ato leksione në Universitetin e Prishtinës, po në atë kohë në Universitetin e Prishtinës nuk kalonte asgjë pa u kontrolluar nga UDB-ja jugoslave dhe nga UD-bashët. Pra, edhe sot në shkollën shqiptare jepen leksione të cilat kanë kaluar nën filtrin e UDB-s në Jugosllavi. Tani çfarë shkolle, çfarë shkence është kjo? Kjo është shkencë manipuluar, se s'mund të jetë shkencë saktë. Unë mendoj ta mbyllim se mos e zgjatim shumë dhe shkëputet vëmendja e shikuesve. Unë sot kam veshur bluzën që flas sa herë që flas për çështjet kombëtare, siç është gjuha. Këtu është Petrozhej, se mos e ngatroj kështu nga që e kam në pozicion kështu. Këtu është i madhi Adem Jashari, gjigandi Adem Jashari, që ndezi luftën në Kosovë dhe sakrifikoi gjithë familjen e vet. Ky është ero, se njerëzit nuk din dallimin midis fjalës dëshmor dhe ero. Ero është ai që shkon në luftë dhe e di që do vdes, kurse dëshmorët shkojnë me mendimin që të luftojnë, por që mund të shpëtojnë. Kurse të hysh në një betejë që e di që do dalësh i vdekur, por do t'i shërbesh kauzës tënde, ai është ero. Ademi me gjithë familjen e vet janë eronjë dhe kanë siguruar në botën tjetër një vend nderi ku ne nuk do të shkojmë dot kur të shkojmë në botën tjetër. Dhe nga ana tjetër është edhe Skënderbeu eroj ynë kombëtar. Erojnë të kombëtar dhe kur nuk ekzistojnë duhet të shpiken për të qenë strumbullari i krijimit të një kombi të ri, siç janë kombi politik, flas siç janë shqiptarët, jo ne që e kemi një nga 5 generalet më të mëdhenj të gjitha kohërave, siç e quajnë shumë studius, ku dhe ata të tjerët kanë qenë nga gjaku ynë i shkëlqyer, siç janë Aleksandri Madh, Piroja i Epirit, por edhe Napoleoni, i cili hyn ke gjigandët e generalëve dhe politikanëve të mëdhenj, që
mendohet që kishte, si Korsikan që ishte, I kishte rrenjit e veta nga gjaku arbëror të ikur në Itali mbas pushtimit otoman në vitet 1370 deri në 1530 kur u pushtua gjithë Ballkani. Dhe njerë e falenderojmë Albertin për bisedën e këndshme që bëm dhe që shpresoj që tjetë e tillë dhe për shikuesit tanë dhe dua të kujtoj dhe njerë para se të largoheni ata që ende kanë harruar t'i bëjnë subscribe t'i kanali, subscribe dhe like atje poshtë ke videot që ju pëlqeni nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim dhe gëzuar vitin e ri në qofse nuk do të shihemi bashkë deri nesër në qofse nuk ka ndonjë ngjarje shumë të rëndësishme. Tung tung.